Këtu kemi qumshtin e deles, që ne punojmë rreth i ton qumësht delje në ditë. Me këtë kam funksionuar domethënë ushtria shqiptare, kohët e komunizmit bëhet fjalë. Duhet të qëndroj 5 vite në këtë i barrikuluar në këtë fuqi, lisi. Tu kemi për përgatit byregu me spinaq. Domethënë jam sa mirë që qelluam edhe këtu. Kjo është përgatitur byregu me spinaq. Kjo vend në fakt ku bëhet gjithçka bio, realisht. Pra siç po shihet, gjithçka është bio. Kur futemi te vendi, është padyshim mikpritja, të cilën ne shqiptarët e kemi, dhe është dyqani. Edhe këtu është fjetina ku kush dëshiron të rënë të pushoj. Pra këtu ku mund të qëndroj çifti, po të hysh këte kemi pjesën e dhomave që rrinë fëmijët, edhe tualetit. Siç e shikoni pjesën e dhomës, është rritur i gjithë origjinaliteti siç ka qenë më përpara, pra as nuk është votuar apo nuk është ndërhyrë tek pjesa e mureve dhe tek pjesa e tavaneve. Kjo është dhoma për një dhomë familjare. Që thash dhe shparë, domethënë 80-90% gjërave shefi Smeti domethënë në kazermë gatuan dhe bëhen dhe përgatiten dhe bëhen këtu. Këtu kemi punishten e jufkave, siç edhe vetë shikoni, po dalesh pak më andej është pjesa e mishtores, ku domethënë ku mbahet dhe stazionohet dhe thahet mishi i thatë, siç është domethënë kemi ne. Dhe po dalesh tek pjesa tjetër është pjesa e mullirit, domethënë e cila përdoret për pjesën e përgatitjes së bukës së grurit, për bukës së misrit, domethënë të gjitha kjo që na nevojiten neve, çka na nevojiten neve këtu në kazermë. Po ta shikojmë këtë foto, është pjesa e brendshme e lokalit, pra bresa e hyrjes lokalit. Dhe po ti shikojmë këto dyert domethënë janë dyert rrethore që ne kemi domethënë në restoran këtu. Dhe po ta shikojmë këtë është kjo gropa që ne ku kemi ardhur këtu domethënë, kishte dhe na krijon ato idenë që këtu mund të ketë qenë përdorur, këtu mund të ketë qenë një oficinë që është përdorur për mirëmbajtjen e mjedheve ushtarake, në kohët kur kjo ka qenë repart operacional i përditshëm domethënë. Po ta shikosh këtu është foto e kapur nga lart, edhe aty ku pozicionohet e gjithë kazerma. Pjesa këtu është pjesa e parë, domethënë që është lëndë që njerëzit ta mendojnë siç ka qenë më përpara. Pjesa këtu është e lavanderisë, pjesa e pasqërisë dhe pjesa e kuzhinës. Këtu kemi pjesën e lokalit. Po ta shikosh këtu është e pastruar, por këtu realisht ka qenë një katastrofë e vërtet. 3 vite ka marrë kohë. 3 vite e gjysmë kohë ka marrë domethënë kazerma që të vinë këtu ku jemi. Me sen kështu që shpeshohen edhe publikun. Shikoni gjendja ka qenë. Kjo foto tregon vërtet domethënë realitetin si ka qenë kazerma para se të vinë këtë vit që është sot. Pra domethënë kjo foto tregon origjinalitetin si ka qenë më përpara. Pra çfarë katastrofe ka qenë. Edhe më e bukur është që nuk ka ndryshuar asgjë, ka qenë qysh.
Po ka ndryshuar domosdoshmë sa i përket gjërave brenda. Absolutisht, siç e thash më përpara, është ruajtur origjinaliteti i të gjithave këtu. Pra, edhe i mureve dhe edhe i tavaneve, nuk është prekur asgjë, vetëm është mirëmbajtur. Je i kënaqur me këta? Të themi të drejtën, do më thënë, se duket sikur po bëjmë reklam, por po flas një realitet, jemi shumë të kënaqur, do më thënë duke filluar nga Flori, që është krye kamarieri o shefi sallës ose krye komandanti, sepse ne këtu i ndajmë me emërtime ushtarake, por edhe pjesën tjetër të grupit e kemi shumë aktiv, shumë bashkëpunues, do më thënë ne këtu kemi një parim që të punojmë si një familje që të arrijmë një qëllim që është i përbashkët. Dhe ky qëllim përkthehet në të mira materiale dhe shërbime dhe do më thonë që të përfitojmë të gjithë. S'po të marrë kohë se di që jem pu. Jo, faleminderit, ja, do të më bë këto mbylljet e ditës. Faleminderit. Që këtu nis kazerma. Dikur këtu ka qenë një port hekur, një port e keqe, një port e shumë tut, le të themi, nuk gjej fjalë për ta përshkruar atë port. Që këtu nis kazerma. Këtu është ruajtur origjinaliteti i gjithë, duke qenë kazermë, pra duke qenë repart ushtarak, duke qenë edhe prandaj ka marrë dhe emrin kazermë. Këtu ka qenë vendroja ku rrinte ushtari dhe bënte shërbimin e detyruar në kohën e komunizmit. Pas një lidh komandant. Po, mos na ik, se ka qenë një ushtar i pa disiplinuar. Edhe prandaj kena lidhur. Po ta shikojmë te godinën që kemi këtu përballë. Kjo godinë jo më kot nuk është rregulluar dhe nuk është sistemuar për vetëm një gjë, arsye sepse domethënë njerëzit që vinë dhe shohin vizitorët që vinë në kazermë, pra ta dinë se si ka qenë kazerma dikur. Jo, prandaj është lënë kaq jo s'është lënë harres, domethënë prandaj është ideja domethënë që njerëzit ta dinë si ka qenë kazerma. Dikur këtu shërbesh për oficerin e rojes apo për gjesin apo ushtarët e gatshëm që ishin këtu. Po ta shohim, edhe kamera mund ta ndihmoj, këtu kemi një shkrim ku lexon oficeri i rojes. Këtu ka qenë fjetina e ushtarëve. Ja ku kemi domethënë, janë domethënë gjitha dokumentet. Ka ndryshuar. Jo, absolutisht, siç është marrë, domethënë siç është marrë. Kazerma kjo është lënë, domethënë të edhe njerëz ta dinë si ka funksionuar. Ja ku është dhe dhoma e gatshme. A e kupton çfarë i bëjmë domethënë ushtarëve që janë pa disiplinuar? I futnin burg. I futnin burg. Edhe ti e burgosur të si. Ndjenjë keqe është këtu. Kjo është pjesa e lavanderisë, siç thash. Dhe më e rëndësishme është që njerëzit nuk e dinë, por është edhe pjesa e dhomave të stafit. Të stafit. Sepse domethënë që të kesh se këtu në kazermë ka mbi 7-8 punëtor. Domethënë edhe stafi do dhe ai kushte veta. Këtu janë domethënë dhoma e ndrimit të grave, e femrave, kjo është dhoma e ndrimit të meshkujve. Këtu kemi disa detaje të vogla, këto janë që i kanë shërbyer në kohë të komunizmit, një luftë imagjinare që kur nuk ndodhi këtu këne. Ky është një kundragaz që përdoresh për raste lufte, lëndë helmuese, domethënë që ushtarët vinin në pjesën e parë të fytyrës. Se kjo është një gjoksore, një gjoksore, e cila përdoresh për mbajtjen e krerave të automatikut AK-47. Kalashnikov, plumbat, po. Pra kjo është gjoksore që mbajnë plumbat. Pastaj këtu jemi te kuzhina. Atëherë, këtu kemi dhomat frigoriferike, e cila shërben domethënë për mbajtjen e gjithë mallrave që ne kemi. Pastaj do hyjmë direkt tek pasqëria. Përpunimi i frutave, përpunimi i reçelave, përpunimi i gjithë gjërave të ëmbëltorëve që ka në kazermë.
kjo është pjesa e pasqërisë, ku përgatiten ëmbëlsirat për gjithë restorantet e Shef Ismetit. Për gjithë, jo vetëm këto. Për gjithë, për si thash baza lind kazerma. Përshëndetje. Këtu kemi për përgatit byreku me spinaq. Do të thonë jam sa mirë që qelluam edhe këtu. Kjo është përgatitur byreku me spinaq. Kjo është përgatitur do të thonë që po bëhet përgatitur për të futur direkt në furrë. Kjo është pjesa e kuzhinës, pjesa e kryesore domethënë që është kuzhinës, që ndalen dhe merren dhe porosit nga po. E bukur e kuzhinës është që shihet, domethënë është ngjall. Absolutisht është transparente çdo gjë. Çdo gjë është transparente, domethënë klienti vjen dhe vizitori të shikon dhe kuzhinën dhe çfarë gatuhet në pjesën e kuzhinës, absolutisht. Po të shohim këtu është një kënd BNZ që ka shërbyer para vitet kur reparti, domethënë ky kazerma ka qenë operacionale, ka qenë gjendje pune. Po ti shikosh domethënë ndarjet e detyrave siç i ka pas ndarë mbas të komandantëve dhe funksioneve që kanë pas. Po të lexosh diçka këtu domethënë instruksion top mbi organizimin dhe detyrat e grupit të MNZ. MNZ është pjesa e logjistikës dhe pyrjes zjarreve. Pra në rast se vinte zjarr për shembull, ndaheshin me grupe. Shiko, më e bukur e letra e dokumenteve që është gjetur këtu, është këndi i kuzhinës. Këndi i kuzhinës përfaqëson domethënë të gjithë ushqimet që mund konsumonte një ushtar. Një ushtar apo një efektiv i kazermës i repartit në ato. Po ta shikojmë këtu, menuja e ushqimit. Mëngjesi thot, buk 200 gram. Kaq kishte ushtarët, domethënë kaq të konsumonte. Fasule 60 gram, vaj 0.7 gram, gjalt 20 gram, qumësh 300 gram. Recet 30 gram, salcë 0.1 gram. Kjo flitet vitin 2008. Kjo flitet domethënë luks, ha? Se ka pas edhe. Se atëherë ka pas dhe më keq. Po ta shikosh se si kemi edhe me vitet, pra normë ushqimi vitit 2008 thot. A më kupton? E sot sa keni komandant? Kazerma ka zemrën e madhe, nuk ka pyetur, veç vin. Tu i marrin punëtorët, vin punëtorët 35 kg, edhe kur ikin 90 kg. Ndërsa për sa i përket kësaj këtu është orari veprimeve të ushtarëve. Po ta shikosh këtu, kemi, po ta lexosh nuk e di, kemi zimin. Zimi domethënë bëhesh në orën 6 deri në orën 65. Po jo, zimi në orën 6:65 domethënë të vishti dhe në orën 7 dalç. Jo. Në orën 6 për 5 minuta domethënë ti duhet të jesh rregulluar, ti jesh në rresh. Kur bëhet zimi i kazermës Tereni? Kur hapet, kur mbyllet? Tash ne nuk jemi në kohë komunizmit, ne jemi në kohë demokracisë, e kuptoj, dhe kazerma zimin e bë në orën 8:30 dhe në orën 9 jam punë. Absolutisht. S'kemi më në orar të kohë xhaxhit. Në orën 9 them çereku stafi që vetëm ato që të hotelit vinë e bëjnë sallën gati. Në 12 shtohet skuadra me fuqishme, në 3 më e fuqishme, se këtu ka një gjë që nuk kemi staf me 2 turne. Ajo? Ja, me 8 orarsh. 8 ora? Like made in Europe. Në Europë unë më shumë biles për po. Këtu me 8 orarsh. Përveç shefit kuzhinës, edhe një 2 kushdo, ne kemi edhe listën e hapur. Kushdo, listë e hapur, kushdo më shumë ekstra se ne paguajmë. Kjo është e vërtet, le të flas edhe unë. Kjo është e vërtet. Kush ka nevojë për se domethënë është mund ta quash në formë shakaje, por është e vërtet. Kush ka nevojë për shembull, vjen këtu dhe thot Flori apo Mimo, shikoj un kam nevojë këto 2 muaj do të punoj 12 se duhen lek. Ne i pranojmë direkt. Ale burëm, absolutisht po. E disa staf kena ekstra ne këtu, ne mund të kena maksimumi tani, mos tem, por nuk e di. Atëherë një 7-8 veta i kena vetëm me ekstra që i majnë. Po pse po s'du t'i heq asnjëherë. Apo dhe të rrinë. Sa është kazerma e madhe me 4 ne këtu që kemi është 4.3 hektar. Edhe kjo ka qenë ideja domethënë që të ngrihesh edhe njerëz që të rinë në ngrohtë për të konsumuar. Pra, kush vjen kazerm, kush dëshiron një ambient duani, vjen dhe konsumon drekës. Pjesë është edhe darkët është shumë e bukur. Apo është një gjë që kazerma është pak si emri e egër, ushtrie, gjona. Edhe evolucioni kësaj është që ti kthesh pak xham që ta zbusësh, që njerëzit të shohin që të kenë shumë hapësira me ndet, për shembull siç këndej lojrave, siç është ke xhamit këtu, i shohin fëmijët përballë duke luajtur. E gjithë ideja çdo gjë kësaj është që ta kthejmë këtë evolucion
në pak jo mashkull, tjetë familjare, s'ka mo luft, s'ka mo vujtje, është dashuri, shërbim. Kam dash ta pyes një ditë se unë udhtoj shpesh me shefin, me generalin, si komandant i kazermës, por desha me pyet kur do ndaloj shefi Smeti me hapuri lokalet e veta. Kur do ndaloj. Kjo është një pyetje që edhe familja ime më bën, po sa të fali Zoti ynëm të mirë, i shnedin e mirë, ata nuk e di. Vetëm asaj që një thush never say never, kur mos thuj kur. Tani, 1/10, sa i kënaqur je me Ismetin, me kazermën. Bukur pyetja. A me Smeti apo me kazermën? Tani 1/10 tash, notën, mos e tani ti 1/10. Ta vejmë notën 9. Mirë. Është shumë bukur. Se di afera, Reale e bukur. Notën 9. Pra, shikus dashur, është pjesa të kazerma Cerenit, është edhe pjesa kollore. Unë e ti komandant. Po, më thuj. Edhe kjo pjesë, domethënë, kur vim te kazerma është edhe pjesa e akullores. Sigurisht, njerëzit, domethënë pas ushqimit edhe para ushqimit, sepse si thash këtu ka shumë njerëz dhe shumë prurë, shumë punë. Njerëzit edhe relaksohen këtu, edhe konsumojnë nga akullore. Pra, shikus dashur, me e kam gurin inxhinieri kryesor, në fakt, i gjithë që e shohim kazermën e Cerenit. Po është bë shumë punë nga ditë e parë, ka dhe pak punë, po thuj se është përfundu gjithçka. Ka qenë e vështirë? Ka qenë e vështirë, ka qenë, por me shumë punë, me sakrificë është bë. E di që është gjatë dikon 3 vite nëse nuk ka bërë. Po, rreth 3 vite. Kur e more pjesën e plan programit ose pjesën e hapjes e kësaj, si të do kësi ide? Ka ardhur duke, nuk ka qenë projekti plot që në fillim, por duke ecë dhe duke punu dhe duke shtu diçka. Me shumicën e punës ideve i ka pas Ismeti, me thënë drejtën, po në bashkëpunim kemi ndërtu dhe kemi arrit deri këtu. Këtë tunel që përshojmë është pjesa e përpunimit djathit. Këtu përpunohet i gjithë djathi për gjithë restorantet, si thash, e shef Ismeti. Le ta shohim, këtu kemi Altinin. Altino! Qa djathi punojmë, po mbyt. Atëherë, ne për momentin kemi vetëm qumëshdelje. Po, fillojmë me 1 mars deri me 20 qershor. Marrëm qershor me sezonin e deles, fillojmë me 10 deri në fund shtatorit. Shtator, deri kur filloj sezoni deles, e përdorim kështu qumësht lope. Cila është djathi më i mirë këto që e keni ju? Domthon këto që përmendet ti. Më i miri për më të mirë. Më i miri s'di të them se këto janë të gjitha të mira. Të gjithë llojet e djathit që ne bëjmë janë të mirë, nuk di çan dash, sepse i njëjti qumësht është, se më thonë se është djathi i bardhë më i mirë, është i njëjti qumështi edhe i Kaçkavallit. Me thonë i Kaçkavalli më i mirë, është i njëjti qumësht se edhe të Napës, po i njëjti qumësht është. Këtu kemi qumështin e deles, që ne punojmë rreth i ton qumësht deljen në ditë. Këtu ke gazerma, edhe këtu është procesi i zirjes, i mpiksjes do të thotë i farimit djathit. Hudhet fare djathit dhe bëhet djath. Ne jemi procesin e mpiksjes tani. Domthon të nisjes. Bravo. Kjo nuk e ka bë kohën e mpiksjes akoma, se qumshti deles duhet të jetë llokomitrash. Po ky 5 minuta ka që e kemi mpiksur. Kështu që do të 45 minuta deri në 45 minuta procesi i mpiksjes djathit. Masana i vritet edhe hudhet në përkallëp, në përforma, dash Kaçkavall, dash i Napës, dash djath fet i bardh, këte pozicion punë e kemi. Tino, përveç asaj, këtu çka kemi? Veç mos fal deri tavrona. Atëherë, këto janë dhomët frigoriferike, që njënën ne kemi për stazhinimin e djathrave, edhe këtu e kemi për stazhinimin
djathin Kaçkavall. Kjo do më djath Kaçkavall. Ky quhet djath Kaçkavall, i tëri edhe i bëri është qumësh delje. Ky me këto Ky është me boronicë, ky është tjetri është shqeto, edhe tjetri është shqeto. Që janë fillimet se 10 ditë qumë është. Sa do të qëndroj këtu? A ky do të qëndroj 45 ditë. 45 që të bëjë stazhinimin. Po patjetër, 45 ditë. Kjo i bën që mas 45 ditëve do të vi ta marr një. Mas 45 ditësh ti vetëm hajde se do ta japim kështu dhorën. Do t'japim 2, jo 20, ti nuk je vetëm. Je vetë i dyti ti. Ja, po. Kjo është tani i Cerenit, i kazermës, Absolutisht po, domethënë njerëzit janë gjithë të lirë, kazermë si në shtëpitë vet. Domethënë parimi jon kryesor i gjithë stafit që edhe unë e trajnoj domethënë, është që domethënë klienti të ndihet si në shtëpitë vet. Pra domethënë klienti mos cënohet në asnjë mënyrë, sepse në fund klienti ka gjithmonë drejt. Sepse ai klient që vjen këtu na mban neve më vonë. Flore, edhe një pyetje të fundit, ti ke një histori me kazirën? Absolutisht. Për shikues, na shpjegon pak. Unë kam qenë pjesëtar i repartit kazermë. Pra para se ta merrte, se është vërtet kjo, para se ta merrte dhe shef Ismeti kazermën, repartin, unë kam qenë punojës ushtarak i kazermës. Që domethënë, jo më kot, unë e di me çdo pjesë e kazermës unë e njoh. Çdo vend, çdo plumb tokë domethënë kazermës unë e njoh sepse kam punuar 5 vite para se shefi Ismeti ta merrte. Prandaj jo këtë thrasin komandant. Pikërisht, sepse jam komandant. Tuneli që do t'ju tregoj tani është tuneli Verët, qilari i Tatës. Po ti shikosh vazat e drurit, këto janë vazolisi, ku ne mbajmë edhe verën e vjetruar, e cila është kaberneti i barrikuluar, mbajmë me vazolisi, që ka mbi 5 vite. Mbi 5 vite. Pra domethënë kjo lloj varieteti i verës do të qëndroj 5 vite në këtë i barrikuluar në këtë fuqi, lisi, dhe pastaj serviret në restoran. Se sa vite tash? Ai ka 5 vite. Është një teknolog që merret me këtë pjesën, domethënë, si thash, jo të gjithë në kazermë i bëjmë gjitha punën. Gjithë secili në kazermë ka punën e vet. Edhe kjo është e barrikuluar, e mbajtur me vazolisi mbi 5 vite. Edhe po ta shohsh, ka marrë ngjyrën e, nuk e di apo ta duket, ka marrë ngjyrën e whiskit, domethënë ngjyrën e drurit. Është shqiptare kam. Shqiptar, domethënë çdo produkt është shqiptar. Nuk ka, domethënë kazermë siç thash, nuk gjen asnjë produkt huaj. Kjo është një chardonnay e produkt shqiptar. Pra me kantinën tonë. Po të vijmë më tepër këtu, kemi kabernetin e barrikuluar, siç u thash, domethënë sepse disa nga këto fuqi si thash, unë nuk e di se cilat janë me raki apo me verë, domethënë sepse është një person që merret pastaj vat për këtë. Kjo është Borizana, kjo është kabernet i barrikuluar. Domethënë kjo nga këto shishet është një Borizan, kjo është kabernet i barrikuluar i marr nga këto. Pra i mbajtur 5 vjet, kjo është. Gjitha këto domethënë janë të barrikuluara, komplet, gjitha këto çaj. Po më bukur se shqiptare. Absolutisht, absolutisht. Atëherë, për sa i përket tavolinës këtu, kjo është një tavolinë degustimi, ku grupe që janë 90 veta, le të themi, sepse domethënë aq na lejon tavolina, që të vinë të degustojnë verën. Ne ja përgatisim për shembull me djatra, me këtu, ato kanë privatësinë e vet. Thjesht vinë degustojnë verën këtu. Na lajmërojnë përpara, e pronotojnë dhe edhe ne marrim masat. Tuneli që unë do ju tregoj tani është tuneli i Muzeut Luftës. Me ato pak gjëra që kemi gjetur dhe kemi munduar t'i gjejmë më saktë,
jemi munduar të bëjmë një mini muze lufte, që edhe domethënë të rinjtë e sotëm ta dinë domethënë se çfarë ka qenë në të vërtet kazerma. Pra, pse vjen fjala kazermë? Nga pse ka fjala kazermë? Si që thash, ky është një mini muze me ato pak gjëra që shefi ka mundësuar t'i gjej, disa me shoqëri, disa me të blerë, disa që është e vërteta, unë disa për i këtyre i njoh, pra le të themi ky është një termometër që është përdorur për ushtrinë shqiptare. Si që shkojmë të këtu. Në këtë formë. Këtu kemi një pagure, një bidon që me ujë. Po ushtarit në atë kohë domethënë e mbante me ujë, pinte ujë din. Kjo këtu, kjo është plagos me një ushtar. Kjo do t'i tregoj dhe ato. I kemi lart. Kjo është goveta, quhet goveta ushtarit. Pra këtu ushtari mbante ushimin, groshën, supën, ku diun çfarë them, ushimin, gjellën. Pra domethënë kur ikësh për marshinë apo ish ku diun një detyrë. Ka 600 gram. Po, ja këtu, kjo ishte. Kjo pjesa këtu është ka qenë, kjo ka shërbyer për karburant, për avionat. Kjo është një për avionat, për helikopterë sa avion, domethënë, për karburant, depozit karburant. Gjitha këto që janë origjinale të pjesës të kohës të komunizmit. Të gjitha pa përjashtim. Kjo është një xhaketë origjinale në atë kohë, domethënë, mund të jetë përdorur për ushtarin, për oficerin, për komandën, nuk e dim, domethënë. Ama dim këtë që është origjinale, po ta shoh. Pjesa këtu që kemi është pjesa e kundragazit. Pra, ushtari me vete kishte kundragazin, kishte mbajtjen e fishekëve, domethënë që kishte të armës, kishte edhe pagurën e ujit. Kjo është. Po ta shohste, ka kundragaz brenda. Ja, siç ka qenë. Pra, po ta shikosh, është origjinale. Ja, si që thash dhe goveta të ushtarë që thash. Nësa kjo është, tu e munduar të bëjmë një mini bibliotek, më thonjë sa. Gjitha librat që shikoni këtu janë libra lufte, libra strategjie, libra, ja, le të themi diçka. Komanda e kontrollit thot në procedurat punës shtabit. Pra domethënë, ka të bën gjitha me ushtrinë, gjitha me luftën, gjitha. Edhe kjo është një veshje ushtari origjinale, siç e shikoni. Ja, edhe këto. Ja, kjo është ajo që mbante pra. Mbajtja e armatimit. E shpjegova atje. Po, shpjegova para atje po. Nësa kjo është një barel, domethënë në luftë, siç thash, luftë imagjinare që s'ndodhi kur, një barel që merresh për plagosur, që shërben për plagosur, për transport. Këto janë bomba, por domethënë janë mësimore, nuk janë patlama, bomba mësimore. Diku këtu kam pas po mësimore, por është gjëra më e bukur. Kështu. Kjo është minë e komsoris, kjo është një minë mësimore. Pra kjo vihesh shihesh, e kupton në tokë, kundra, edhe në momentin që shkilesh, kjo plast. Por kjo është mësimore, kjo që kemi këtu, kuptohet, nuk është luftarake, kjo është mësimore. Pra, askush të mos tremë, ja ku jam në pari këtu. Këto janë shtizat përdoreshin për pastrimin e armëve. Pra, do të varet në varësi të armëve që kishin, përdoreshin për të pastruar, po. Ky rafti ka qenë përdorur për armaturë. Pra këtu vihesh ushtari, lente automatik në armaturën, po ti shohsh edhe numrat, janë numrat e armëve. Shikoni pak këtu lutem. Shikoj, 2176. Pra domethënë ishte numri i armës, edhe vihesh këtu. Domethënë çdo gjë me rregull. Po ta shohsh 0376 janë gjitha domethënë me armë dhe me numrat e tyre përkatës. Kjo është makinë shtypi. Me këtë kanë funksionuar domethënë ushtria shqiptare.
kohët e komunizmit bëhet fjalë. Gjithkush ushtar, letra po gjithkush domethënë që shkonte, bënte një kurs që ishte për katës dhe le të themi kjo është përdor për ndërlidhjen. Për ndërlidhjen është përdor dhe kjo. Pra këto ishte telefonat. Kjo është dhoma që ofrohet, kjo është një dhomë çift, siç u thash, është një dhomë me vask, me tualet, domethënë një dhomë bashkohore, nuk po themi, një dhomë prej drurit, shtëpiza e drurit, prandaj quhen dhe shtëpizat e drurit. Dhe veçanta dhe e bukur që e ka, kemi një balkon ku mund ta shijojmë komplet pamjen domethënë këtu. Atëherë, ky tunel dikur ka shërbyer për karburantin e ushtrisë ose ushtrisë, nuk mund të themi ushtrisë, repartit që ka qenë këtu, i gjithi për pjesën e karburantit. Ndërsa sot shefi Smedja ka kthyer impjantin për të furnizuar të gjithë kazermën, të gjithë mini qytetin e kazermës me ujë. Hajde t'ju tregoj. Shikoni originalitetin që kanë pasur. Këto janë domethënë shkrimet e ushtarëve që kanë qenë në kohët që bënin ushtrinë këtu. Pra, siç ju thash, këto depozita janë përdorur janë 4 depozita të tilla. Po të shkosh deri në poshtë, domethënë janë 4 të tilla. Dhe janë përdorur për karburantin e repartit që ka qenë këtu. Tani ç'a ndodh? Shefi Smedi këtu në kazermë janë hapur 4 pusa të mëdha. Le të themi nga 100 metra, 150 metra poshtë. Dhe ç'a ndodh? Ne marrim ujin e pusit, edhe vjen depozit. Nga depozita vjen uji në sistemin e filtrimit, një nga më të mirë që sot ndodh. Edhe shpërndahet për kazermë. Pra edhe pse kena bërë analizat ujtit, ka dalë i pishëm, kupton? Por thjesht edhe për mirëmbajtjen e gjitha gjonave që kemi për shembull tek pjesa e kazermës, vjen sistem filtrimi dhe pastaj kalon kazermë.